أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi I takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, respektivisht jemi duke folur për metodat dhe mjetet paqësore që I kanë përdorur mushrikët e Mekës për ta penguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në thirrjen e tij, për ta besuar Zotin e vërtet, për të mos I shoqëruar atij ortakri në adhurim askë dhe asgjë, dhe për t'i treguar atyre se ky është I shpallur nga Zoti I Madhërisëm, pra pejgamberi Allahut, madje vul e pejgamberisë. Prej mjeteve tjera dhe mënyrave apo metodave që I kanë përdorur është edhe presioni familjar që I kanë bërë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, konkretisht përmes agjes së tij Ebu Lehebit e madje edhe gjithë familjes së tij. Transmeton Imam Hakimi në Mustadrekun e tij, hadithi është hasan, që e transmeton Esmaja e bija e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, pra motra Aishës radhiyallahu anha, kur kanë zbrit ajetet kundrejt Ebu Lehebit, agjes e pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam, tabbet yada abi lahabin wa tab, deri në fund të ajeteve, sikurse I kemi përmendur, I kemi përkthyer dhe jemi munduar që t'i trajtojmë ato. Atëherë ka ardhur gruaja e Ebu Lehebit, e ka pas emrin El Aura, ndërkaq nofkën e ka pas Ummu Gjemil. Ummu Gjemil me përkthy I bjerë si nëna e bukurisë, apo nëna e të bukurit. Dietarët thonë, këtë nofkë e ka përdorur për t'i mbuluar patrupsitë e saj dhe shëmtitë e saj si në fjalë, si në karakter, nga se ka qenë një prej grave më të këqija, pra gruaja e agjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjen në Qabe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I ulur në afërsi të Qabes bashku me Ebu Bekrin, shokun e tij të ngushtë, dhe ajo po vinte, edhe në dorë kishte marrë një gur, pra për ta sulmuar pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse kishte dëgjuar që kanë zbritur këto ajete, ajetet tabbet yada abi lahabin wa tab, për Ebu Lehebin dhe për gjithashtu edhe për gruan e tij. Edhe në një farë forme e ka shfrytzuar rastin për me sulmu pejgamberin Allahut. Duke ardhur e sheh Ebu Bekri dhe I thot, ja Rasulullah, po vije Ummu Gjemil, pra gruaja e Ebu Lehebit. Dhe kur e ka pa që në dorën e saj ka gur, thot, kam frikë se ka me të shqetësu, ka me të sulmu. Një transmetim tjetër thot, ka thënë Ebu Bekri, ajo është grua e keqe, ka fjalorin e keq, fjalët I ka të rënda. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam I thot Ebu Bekrit, mos u shqetëso, sepse ajo nuk ka për të më parë mua. Edhe fillon Rasulullahi I citon disa ajete të Kuranit, ndër të cilat e citon dhe ajetin wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kur ta lexosh ti Kur'anin, ne mes teje dhe mes atyre që e mohojnë ahiretin, bëjmë pengesë mbuluese. Vjen gruaja e Ebu Lehebit, gruaja e agjes së Muhamedit Mustafas sallallahu alaihi wasallam, I afrohet Ebu Bekrit dhe nuk e sheh pejgamberin e Allahut, edhe pse e ka para vetës, nuk e sheh. Edhe I thot, ku është Mudhammam? Emri Muhammed Mustafas është Muhammed, për me nënçmu pejgamberin e Allahut, I kanë thënë Mudhammam. Muhammed do të thot I lavdëruari, ndërkaq Mudhammam do të thot I nënçmuari.
e duke dashur ta nënçmojnë figurën e Muhammed Mustafas, e kanë quajtur kësaj. Sa herë që kanë folur për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, janë drejtuar me emrin Mudhammam. Ka thonë, ku është Mudhammam që po flet keq për mua? Ebu Bekri i kthehet dhe i thot, pasha Zotin e kësaj shtëpie, duke aluduar në Qabën. Pra, pasha Zotin e Qabës, ai kur nuk flet keq për ju. Edhe kësaj ka qenë, kur s'ka fol keq pejgamberi Allahut, për as kë e në veçanti për familjen e tij. Edhe pse agja i tij, gruaja e agjes tij, e madje edhe e gjithë familja e Abu Lehebit, sikur ta shohim në vazhdim, kanë qenë pe kundërshtarëve më të rrep, për njerëzve që më shumti e kanë nënçmuar pejgamberin e Allahut, e kanë sulmu, edhe e kanë dëmtu. Edhe kur nuk ka fol keq për ta. Ai që ka ndërhyrë dhe ka treguar për realitetin e tyre është vetë Allahu i Madhërisëm, kur i ka zbrit ajetet e surës El-Mesed. Pastaj i thot, Mudhammaman abayna wa dinahu qaleyna wa amrahu asayna. Mudhammamin, pra të nënçmuarin, duke aluduar në pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, abayna, na e refuzum. Wa dinahu qaleyna, fenë e tij e urryem. Wa amrahu asayna, ndërkaq kauzën e tij, çështën e tij e kundërshtuam. Edhe largohet, duke u larguar, thot, si ka mundësi të trajtohet kësaj e bija e liderit të fisit, duke aluduar në Harbin. Harbi ka qenë baba i gruas agjes Muhammed Mustafas. Po njëri ka qenë edhe baba i Ebu Sufjanit. Pra Ebu Sufjani, gruan e agjes pejgamberit Zotit, El-Awran, e ka pas motër. Ebu Lehebi ka qenë dhëndër i Ebu Sufjanit. Edhe largohet. Momentin që largohet, kthehet Ebu Bekri edhe i thot pejgamberit Allahut, ja Rasulallah, nuk të pa. Edhe pse aty ishe, nuk të pa fare. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasha madhninë e Allahut, Allahu ka caktuar një melek për me mbulu prej saj edhe kur mos me mpa. Kur s'ka mujt me pa, prej momentit që ka dasht me sulmu, me nënçmu pejgamberin Allahut, kur s'ka mujt me pa pejgamberin e Zotit me sytë e saj, edhe pse nuk ka qenë e verbër. Por Allahu ja ka krijuat perdën mes saj dhe mes Muhamedit Zotit në shenjë mbrojtje për pejgamberin Allahut, sepse çështja ishte delikate. Bëj fjalë për gruan e agjes. Pra nëse do t'i vinte një nënçmim direkt, nëse do t'i mundsoj gruas së agjes pejgamberit Allahut që ta sulmonte me gur, ta lëndonte, ta përgjakte pejgamberin Allahut, ky do të ishte edhe nënçmim i madh, po edhe përjetim shumë i rëndë nga ana e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e ka mbrojt për një lodhje të tillë dhe kësaj meleku i Allahut me krahun e tij e ka penguar që ta shoh pra gruan e agjes pejgamberit Zotit atë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, apo çuditeni se si Allahu më mbron mua? I thot sahabët vetë pejgamberi Allahut. Allahu më mbron mua edhe në emrin tim. Pra jo vetëm në jetën time, jo vetëm në karakterin tim, jo vetëm në kauzën time, por më mbron mua edhe në emrin tim. Yasubbuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad. Ata po e shajnë mudhammamin, po e mallkojnë mudhammamin, ndërka që unë jam Muhamedi. Pra, emri që ata po e përdorin s'ka të bëjë me mua fare, sepse unë jam Muhammed, unë jam i lavdëruar i tek Allahu. Ndërka që emri i tyre që ata e kanë shpikur është emër imagjinar që ata e kanë shpik dhe çfarëdo që ata të ofendojnë përmes atij emri dhe çfarëdo mallkimi që të lëshojnë drejtim të këtij emri, mua nuk më kaplon, nuk më godet sepse unë nuk jam ai. Unë jam Muhamedi, unë nuk jam Mudhammami. Pastaj pe personave që vazhdimisht e ka pengu edhe e ka nënçmuar pejgamberin Allahut është edhe Ebu Lehebi, sikur se kemi treguar edhe më herët. Dhe për mënyrave që ka dash der me poshtru pejgamberin Allahut, ka qenë që sa herë që ka dalë pejgamberi Allahut për shtëpisë, edhe ka shku me thirr rrugt të Allahut, sidomos kur ka shku në vende publike, në treg e kështu me radhë, i ka shku nga pas, edhe kur është ngrit pejgamberi Allahut me fol, sa herë që ka fol, janë grumbulluar njerëzit rreth tij. Kur ka shku në treg, është futur edhe në shtigjet e
e tregut. Pra në çdo cep të tregut ka shku edhe ka thirr edhe ka thonë Ejuhen nas qulu la ilaha illallah tuflihu. O njerëz, thoni la ilaha illallah që të shpëtoni. Pasi që e ka përfundu fjalimin e tij, me njerë ka ardhe Abu Lehebi, edhe në shej qënderimi edhe në çmimi ndaj pejgamberit Zotit ka thonë, ai po gënjen innehu kadhabun sabi. Ai është gënjeshtar dhe i dalur nga feja e të parëve tanë. Pra situatë shumë e sikletshme, shumë e vështirë për pejgamberin e Allahut. Sikur se tregon një sahabi, edhe thot, kur kam hyrë në Mekë, edhe jam afruar pazarit, e kam pa një djalë që po thret dhe po këshillon. Edhe kam pyet kush është ky djalë, më ka thënë është Muhamedi, i biri Abdullahut. Mirë po thotë kam pa edhe një njeri që i është vënë pas, që po e nënçmonte atë. Kam pyet kush është ai, ka thënë është axha i tij. E për shumë kësisoj këtë ngjarje, ky sahabi i nderuar. Pra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht është pengu prej mushrikëve të Mekës, madje edhe prej disa familjarëve të tij. Përpos kësaj, shikoni se sa ndikon edukata familjare, qoftë mira apo e keqe. Edhe djali i Abu Lehebit, edhe i Ummu Xhemilit apo El Auras, Otejbe ka pas emrin, edhe ky e ka nënçmuar pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse njeriu detyrimisht ndikohet prej edukatës dhe kulturës familjare. Kur i dëgjon prindët e vet se si e trajtojnë pejgamberin Allahut, çfarë flasin për të, ai krijon urrëtie për pejgamberin Allahut. Saqë del një ditë edhe janë gjetë për këmishe. Normalisht këmisha asaj kohe nuk ka qenë sikur se këmisha e sodit. Ka qenë këmish krejtësisht e thjeshtë, janë gjetë Resulullahit për këmishe dhe ja shqyen këmishën. Edhe fillon e nënçmon me fjalë të rënda. Pra djalin e axhës. Edhe pejgamberi Zot i vije shumë rënd, ma i teprohet kjo gjendje, pej familjes e Abu Lehebit, sa që i thot, Allahumma sallit alejhi kelben min kilabik. Thot, o Allah, lëshoja ati një egërsir për egërsirave tua. Pra lutet kundër ti pejgamberi Allah. Transmetimet tregojnë se, kur Otejbe, i biri e Abu Lehebit, është nis për në Sham, me një karvan tregtues. Kur janë dalë me një vend, ka pas frikë edhe me fjetë. Edhe ju ka thonë atyre që janë prani, se këtë e kanë ditë që për kë bëhet fjalë. Për më të sinqertin e njerëzimit. Edhe ju ka thonë, unë kam frikë me fjetë, se më zën duaja e Muhammedit. Ata i thonë, jo, për mos u mërzit, hajtë se nuk zën. Po hajtë që për siguri na ty pëtrujmë, edhe ja kryojnë një lloj rrethine, e rrethojnë, me kushte me mbrojt mos më ndodh diçka. Ai kur fillon me fjetë, se si vije një luan, nga shkretetira vetëm Allahu e din, vjen edhe janë gjetë, e ngre zhag, edhe e mbyt Utejben, birin e Abu Lehebit. Pra e zën duaja e pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka ndodhur edhe më herët, nëse ju kujtohet kur kemi tregu për Umayya bin Khalaf, kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka godit në Uhud me shigjet. Edhe nuk e ka plagos rënd, thjesht ja ka gërvish krahun. E ai çka ka thonë, ka filluar me u tmerru, ka thonë, mbarova, shkova. Mori fund çështja ime, ka thonë, a mos u mërzit, se kjo është vetëm një gërvishtje e thjeshtë. Thotë vallahi, nëse jam mësyn Muhamedi edhe me pështymin vret. Edhe pse se kanë besu, e kanë luftu, e kanë nënçmu, ama e kanë ditë sinqeritetin e tij dhe e kanë ditë që ky njeri është i veçantë. I zën haku, edhe me të vërtetë ka ndodhur vdekja e tij pe asaj varre të lehtë apo gërvishtje të lehtë të shigjetës. Pastaj pe njerëzve që e kanë pegu pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë pra Umayya bin Khalaf, i cili e ka nënçmu edhe e ka përqesh pejgamberin Allahut edhe fshehurazi edhe publikisht. Pra prapa shpinës e ka nënçmu, por edhe kur e ka pa publikisht e ka nënçmu apo e ka përqesh. Prandaj Allahu i ka zbrit ajetet e Kuranit, "Wailun likulli humazatin lumaza." Mirë për çdo ofendues dhe përqeshës, duke aluduar në Umayya bin Khalaf, në këtë person që e ka nënçmuar pejgamberin Allahut dhe vazhdojnë ajetet dhe thonë, ati nuk i bëri dobi fare pasuria që ai grumbulloi, pasuri kjo që mundohej ta kishte të përjetshme. Pastaj thot, ai do të futet në Hutame, një për emrave të zjarrit të xhenemit është El Hutame, Narullahi al-Muqada, që është zjarr përvëlues, që shfaros çdo gjë, allati tattaliu ala al-afida,
i cili depërton deri në zemra. Pra jo që i shkrin lëkurat e të dënuarve në zjarr e eshtrat e tyre, por depërton edhe në zemra, nga që i tmerrshëm është dënimi i zjarrit të xhenemit. Në këtë rast po tregon për Umeje bin Khalefin deri në fund të ajeteve, dhe personi tjetër është vllau i Umeje, Ubej bin Khalef. Ubej bin Khalef gjithashtu ka qenë për njerëzve që e kanë nënçmuar pejgamberin Allahut publikisht, edhe e kanë peguar në thirrje, saqë vjen një ditë prej ditësh, edhe e merr një asht të vjetruar. Një asht, e keni pa asht i vjetruar, nëse e prek pak me forcë, ai pluhuroset. Bëhet pluhur. Edhe i thot pejgamberit Allahut në shenjën çmimi, i thot: a mund që ky asht që po bëhet pluhur edhe e shprish ashtin me dorë? A mund që ky asht mu kriju prap, mu ringjall? Pejgamberi sallallahu thot po, edhe ashti yt, edhe çaj asht, ringjallën me lejen e Allahut madhërisht pa problem. Allahu i zbret ajetet e surës Yasin, pra të faqes fundit: "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa." Ai na solli neve në shembull, pra deshi që ta nënçmonte pejgamberin Allahut, deshi që ta demantonte atë me një shembull që mendonte se e ka mirë. "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa." Ai solli një shembull, por e harroi krijimin e tij fillestar. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim? Tha, kush i ringjall eshtrat pasi që ato tretën dhe bëhen pluhurëhi? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Thuaj o Muhammed, i ringjall ai që i ka krijuar krejt në fillim, por atë kur nuk kanë ekzistuar fare. Ai është i gjithë ditur për çdo gjë që ka krijuar, pra për krijesave të tij. A është më vështirë me kriju diçka prej hiçi, apo me rikriju diçka prej lëndës parë, me modifiku diçka pasi që është kriju? Normalisht që me kriju diçka nga hiçi është shumë më vështirë se sa me modifiku diçka prej asaj që ekziston aktualisht. E Allahu po ngacmon logjikën njerëzore dhe po thot: pse ju duket juve vështirë me ringjall njeriu kur Allahu është ai i cili ka kriju nga mos ekzistenca? Shumë më vështirë është me kriju diçka nga hiçi se sa me rikriju diçka që ekziston. Prandaj ky person e ka marrë nofkën Ebul Azm apo Ebul Idham në shenjën çmimi, pejgamberi sa më ka thujt si njeriu i eshtrave apo njeriu i ashtit, si shembull i keq që kanë bërë në historinë islame dhe po ashtu në historinë e njerëzimit në përgjithësi. Këto janë disa prej metodave që i kanë përdorur ata para eskalimit të situatës në luftën kundër pejgamberit Zotit. Pra kanë qenë armiqësi, kanë qenë nënçmime, mirë po nuk kanë qenë shpallje lufte ndaj tij. Është mirë që t'i dim këta njerëz, është mirë që t'i njohim këta emra, në mënyrë që ta dim se çka ka përjetuar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm për njerëzve të panjohur, por edhe për njerëzve të familjes tij, sepse ai që është në kauz të drejtë do të luftohet, do të nënçmohet, do të sulmohet, por i drejti mbetet i drejtë, kauza e tij çdo herë triumfon, ashtu siç ka triumfuar kauza e pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut sot është njeriu më i përmendur për të mirë, ndërka këto figura, këto personazhe të liga janë njerëzit më të këqij që kanë mbetur në historinë e njerëzimit, që përmenden çdo herë si shembuj të keq. Pra është shumë e rëndësishme se si pozicionohemi dhe ku pozicionohemi në jetën tona përballë kauzës së drejtë. Allahu dhënë që ne të jemi çdo herë për atyre që e kuptojnë të drejtën, pozicionohen me të dhe vdesin për të. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.